Drejtori i Drejtorisë Vendore për kufirin Altin Lila ka deklaruar në një konferencë shtypi se qarku i Durrësit përfaqëson një nga portat kryesore hyrëse të vendit dhe njëkohësisht një nga destinacionet më të frekuentuara turistike. Për këtë arsye, strukturat përkatëse të policisë kufitare kanë planifikuar dhe po zbatojnë masa të shtuara në të gjitha drejtimet e veprimtarisë policore të saj. Gjatë muajit maj, në pikat e kalimit kufitar të qarkut Durrës janë përpunuar mbi 46.000 shtetës dhe 20.300 automjete. Fluksi më i lartë i regjistruar brenda 24 orëve ka arritur në 2.140 shtetës dhe 1.060 automjete. Për përballimin e këtij fluksi, kemi shtuar kapacitetet e shërbimit në pikat e kalimit kufitar, duke shtuar sportelat dhe personelin e angazhuar. Gjithashtu, jemi në fazën përfundimtare të instalimit të programeve dhe pajisjeve të reja teknologjike, të cilat do të rrisin ndjeshëm shpejtësinë e përpunimit të shtetëve dhe mjeteve, duke ruajtur të pandryshuar standardet e kontrollit të sigurisë kufitare. Një vëmendje të veçantë i është kushtuar sigurisë në plazhat dhe hapësirat ujorore të qarkut. Në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse, po monitorojmë respektimin e kriterëve të sigurisë nga subjektet që ushtrojnë aktivitetet në stacionet e plazhit, funksionimin e perimetrit të sigurisë, praninë e vërtetuesve të plazhit dhe përdorimin e mjeteve lëndruese. Për këtë qëllim janë angazhuar 275 punonjës policie, 20 drejtues shërbimi, 11 patrulla ujore me jet ski, 5 me skafe dhe gomone, si dhe 8 patrulla toksore. Monitorimi nga toka dhe ajri kryhet edhe nëpërmjet dronëve. Si rezultat i intensifikimit të kontrolleve, ka theksuar Lila, bazuar në analizën e rrezikut dhe në inteligjencën informative, janë konstatuar 15 vepra penale për të cilat janë referuar materiale procedurale në prokurori.